تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e falenderojmë, ata e lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, I zgjedhuri dhe I dashuri I Tij dhe besniku për shpalljen e Tij. Ai e çoi në vend amanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi për Allahun, ashtu si I takon atij derisa I erdhi vdekja. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Robërt Allahut, ju porosis ju dhe veten time që t'i ruhemi Allahut lartësuar, sepse ruajtja dhe kujdesi ndaj Allahut është porosia më e madhe dhe dhuntia më e madhe, dhe është themeli I lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ruajtja prej Allahut të madhruar është që robi të veprojë me bindje ndaj Allahut, me dritë nga Allahu, duke shpresuar shpërblimin e Allahut, dhe të largohet nga mëkatet ndaj Allahut, me dritë nga Allahu, duke pasur frikë dënimin e Allahut. O robërt Allahut, muslimani duhet ta di se fjala që e shqipton me gjuhën e tij ka rëndësi të madhe dhe rrezik të madh. Ndoshta një fjalë I sjell lumturi, e ndoshta një fjalë e çon në shkatrim. Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, la yulqi laha balan, yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, la yulqi laha balan, yahwi biha fi jahannam." Një rob mund të thotë një fjalë me të cilën Allahu është I kënaqur, pa I kushtuar rëndësi asaj, por Allahu e ngre me të në shkallë të larta. Dhe një rob mund të thotë një fjalë që sjell zemrimin e Allahut, pa I kushtuar rëndësi asaj, por për shkak të saj bie në xhehenem. Transmeton Buhariu. Për këtë arsye, gjuha ndikon në të gjitha gjymtyrët, ose I shkatron, ose I shpëton. Transmetohet nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha asbaha ibnu Adam fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan, fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajna." Kur biri I Ademit zgjohet në mëngjes, të gjitha gjymtyrët I nënshtrohen gjuhës dhe I thonë: "Ki frikë Allahun për ne, sepse ne jemi të lidhura me ty. Nëse ti drejtohesh, edhe ne do të drejtohemi, e nëse ti devijon, edhe ne do të devijojmë." Transmeton Tirmidhiu dhe Albani e ka vlerësuar hasan. Kush dëshiron shpëtim dhe siguri, le ta ruaj gjuhën e tij dhe le ta përdor atë vetëm për mirësi që ja lartëson pozitën. Transmetohet nga Uqbe ibn Amir radhiyallahu anhu se ka thënë: "Thash, o I dërguari I Allahut, çfarë është shpëtimi?" Ai tha: "Amsik alayka lisanak wal yas'aka baytuk wabki ala khati'atik." Mbaje gjuhën tënde, le të mjaftoj shtëpia jote dhe çaj për gjunahet e tua. Transmetojnë Tirmidhiu, Ahmedi dhe Taberani dhe Albani e ka vlerësuar
sahih li ghayrihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Muadhit radhiyallahu anhu, pasi përmendi shumë çështjet e Islamit, i tha atë tregoj për themelin që i mban të gjitha këto. Muadhi radhiyallahu anhu thash po i dërguari i Allahut. Atëherë ai e kapi gjuhën e tij dhe tha, kuffa alejka hadha, ruaje këtë. I thash, o i dërguari i Allahut, a do të japim llogari edhe për atë që flasim? Ai tha, thakilatka ummuka ya Muadh, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Të qaftë nana o Muadh, a i hedh njerëzit në zjarë me fytyrat e tyre ose me hundet e tyre, tjetër gjë përveç asaj që korrin me gjuhët e tyre. Transmetojnë Tirmidhiu, Ibn Majah dhe Ahmedi dhe Albani thot se është sahih me tubimin e zinxhirëve të transmetimit. Për shkak të këtyre haditheve dhe këtij kërcënimi të madh, muslimani duhet ta ruajë gjuhën e tij që të mos thotë diçka që nuk e kënaq Allahun e lartësuar. Dhe duhet të mendoj mirë dhe ta shqyrtoj atë që e thot dhe shqipton. Sepse robi ndonjëherë thot një fjalë të cilës nuk ja kushton rëndësinë e duhur, por ajo tek Allahu është mëkat i madh dhe gjuna i rënd. Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi an-nari ab'ada mimma bayna al-mashriq wal maghrib. Vërtet robi mund të thotë një fjalë pa u menduar mirë për të, e për shkak të saj thellohet në zjarr më larg se largësia mes lindjes dhe perëndimit. Hadith muttafaqun alayhi. Prandaj robërt Allahut, muslimani duhet ta mbaj, ta ndalë dhe ta ruaj gjuhën e tij, ta mbrojë atë nga gabimet dhe rrëshqitjet, sepse do të merret në llogari për fjalët dhe veprat e tij. Allahu i lartësuar ka thënë: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Për çdo fjalë që ai thot, ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm, i gatshëm për ta shënuar atë fjalë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka garantuar xhenetin për atë që e ruan gjuhën dhe nderin e tij nga harami, në fjalë dhe në vepër. Transmetohet nga Sahel bin Sa'd radhiyallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men yadman li ma bayna lihiyhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu al-janna. Kush ma garanton atë që ka mes dy nofullave të tij dhe atë që ka mes dy këmbëve të tij, unë ja garantoj xhenetin. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. O robërt Allahut, selefët kanë qenë njerëzit më të vetëdijshëm për rrezikun e gjuhës. Për këtë arsye, Ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thënë: askush nuk meriton burgim të gjatë më shumë se gjuha. Al-Auza'i rahimahullah, Allahu e mëshiroft, ka thënë: na shkroi Omer ibn Abdul Aziz, Allahu e mëshiroft, një letër, të cilën nuk e mësoi përmendsh askush tjetër përveç meje dhe Mekhulit, ku thoshte: mëtej, kush e përmend shpesh vdekjen, kënaqet me pak nga kjo botë, dhe kush e konsideron fjalën e tij pjesë të veprës së tij, do t'i paksoj fjalët për atë që nuk i sjell dobi. Prandaj, nëse në fjalën tënde nuk ka dobi për fejnë ose për dynjan, atëherë përmbaju heshtjes, sepse heshtja në atë rast është shpëtim, e shpëtimit nuk i barazohet asgjë. Sa njerëz janë shkatruar për shkak të guximit në të folurën e kotë, ose për shkak të futjes në atë që nuk e dinin. Ebu Huraira radhiyallahu anhu transmeton se e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: ishin dy burra prej Beni Israilve që ishin si vëllezër mes veti. Njëri prej tyre bënte mëkate, ndërsa tjetri ishte shumë i përkushtuar në adhurim. Ky adhuruesi vazhdimisht e shihte tjetrin në mëkat dhe i thoshte: ndalu. Një ditë e pa përsëri në mëkat dhe i tha: ndalu. Ai u përgjigj: më lër mua me Zotin tim, ai e dërguar tim mbikëqyrës mbi mua. Atëherë ai i tha: pasha Allahun, Allahu nuk do të falë ty, ose Allahu nuk do të fusë ty në xhennet. Pastaj Allahu u mori shpirtin të dyve dhe u bashkuan para Zotit të botëve. Allahu i tha atij adhuruesit: a kishe dije për mua, apo kishe fuqi mbi atë që është në dorën time? Dhe i tha mëkatarit: shko dhe hyr në xhennet me mëshirën time, ndërsa për tjetrin tha: çojeni në zjarr. Pastaj Abu Huraira radhiyallahu anhu thot: pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, ai tha një fjalë që ja shkatroi dynjan dhe ahiretin.
transmeton Abu Davudi dhe Albani e konsideron sahih. O robërt Allahut, fjalët e gabuara dhe shprehjet e ndaluara, të cilat ndonjëherë mund të arrijnë deri në shirk ndaj Allahut të lartësuar, janë të shumta dhe të lloj-llojshme. Madje ato shtohen dhe ripërtrihen sa herë që njerëzve u shtohet ignoranca, largohen nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe largohen nga dietarët dhe nga kujdesi për të pyetur ata. Prandaj, robi duhet ta mësoj fenë e tij, që të takojë Zotin e tij i pastër nga shirku, i pastër nga shirku, nga bidatet dhe mëkatet, sepse njeriu do të jap llogari për bindjet, fjalët dhe veprat e tij. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula." Mos shko pas asaj për të cilën nuk ke dije. Vërtet dëgjimi, shikimi dhe zemra, për të gjitha këta njeriu do të merret në pyetje. Allahu bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij, sepse ai është falësi dhe mëshiruesi. Alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. Gjithë lavdia i takon Allahut për secilën mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo ortakri, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, i cili thiri për tauhid, moral dhe çdo mirësi. Salavatat dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej ju porosis ju dhe veten time me takwa, kush i ruhet Allahut, atë Allahu e ruan, e ndihmon dhe Allahu i mjafton. Robërt Allahut, me qëllëshimi i gjuhës në atë që nuk e kënaq të gjithëmëshirshmin është një shkak i madh prej shkaqeve të humbjes dhe shkatërimit. Atëherë është obligim për besimtarët që të ruhen nga mëkatet e gjuhës. Prandaj ruhuni nga shprehjet e shirkut, si lutja drejtuar dikujt tjetër përveç Allahut të lartësuar, betimi ndika tjetër përveç Allahut, kërkimi i ndihmës dhe i përkrahjes nga krijesat në gjëra që nuk ka mundësi t'i bëjë askush përveç Allahut, si lutja drejtuar të vdekurve dhe evlijave, strehimi tek magjistarët, fallxorët dhe parashikuesit. Allahu i lartësuar ka thënë: "Innehu men yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sigurisht kush i bën shirk Allahut, atij Allahu ja ka ndaluar xhenetin dhe strehimi i tij është zjarri. Për të padrejtët nuk ka ndihmës. Po ashtu ruhuni nga dëshmia e rreme, bartja e fjalëve dhe përgojimi, i cili është të përmendesh për vllajën tënd diçka që ai e urren të përmendet. Allahu i lartësuar ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim." O ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshimet, se vërtet disa dyshime janë gjuna. Mos e spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos vallë dëshiron dikush prej jush të haj mishin e vllajt të vet të vdekur, sigurisht që ju do ta urrenit këtë. Keni frikë Allahun, me të vërtet Allahu është pranues i pendimit dhe mëshirëplot. Dhe ruhuni me kujdes të madh nga çdo gjë që i përçon shoqëritë dhe mbjell urrëtie e përçarje, sidomos mes udhëheqësit dhe popullit, siç është sulmimi udhëheqësve të muslimanëve dhe dietarëve në përmimbere, përmendja e tmetave të tyre në përtubime e mezhlise, përhapja e thashëthemeve të rreme dhe pretendimeve dashakeqe. Sepse kjo është prej shkaqeve që i shtyn njerëzit mos kenë besim mes njëri tjetrit dhe bën që muslimanët të kenë urrëtie për muslimanët. E pastaj ndodh kaosi dhe humbet siguria dhe qetësia. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu ka thënë: "Na urdhruan të mëdhenjt tan prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të mos i shajmë udhëheqësit tan, të mos i tradhtojmë, të mos i kundërshtojmë dhe të kem frikë Allahun e të bëjmë durim.
sepse çështja është afër. Prej shkaqeve më të mëdha për ruajtjen e gjuhës është që të angazhosh atë me përmendje të gjithëmshirshmit, sepse përmendja e Allahut të lartësuar është kala e fortifikuar dhe mbrojtje e sigurt. O robërt Allahut, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntin e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin të dërguarin e Allahut, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu i jep salavat pejgamberit dhe me lajket luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij i jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين.